Duket madje kështu qesharake nëse në ditët e sotme një vajzë ti tregon se çfarë të veshësh. Ato e dinë mirë më saktë për veten e tyre, stilin e tyre dhe çfarë duan të bëjnë. Me ato shpenzime që do mund t'i ketë pra dasma, mund të bëj udhëtime të ndryshme me platorin. Unë edhe platori udhtojmë shumë, po nuk e tregoj shkaku i privatësisë platorit. Jo, nuk i kam bejt hatri platorit, madje është gëzu kështu që jam të shku me mamin e tij. Dina që keni bo fejesën, po të pjesa e dashmës, të kom një që e ke potencu që nuk dënë me po dashëm. Mas pari pse? Dyshysh është e çuditshme me një femën që nuk dënë me po dashëm. Të pas parasysh që prikur i na kohën të vogla kena provu me vesh as i velloshën e kam blej do ka shtëpia kanë herë. Po ne vellon do ta vesh, po do ta vesh për fotografi. Jo me po dashëm. Jo me po dashëm. Mendoj që do të ishte diçka e përsëritur. Nuk i vetmi dallim do të bëhej unë me vello. Do të ishim mysafir të tjerë, ndoshta do shtohej numri i mysafirëve, edhe pse nuk e di ku do shtohej ai numër sepse edhe fejesa ishte goxha e madhe, edhe mendoj që është e panevojshme. Me ato shpenzime që do mund t'i ketë pra dasma, mund të bëj udhëtime të ndryshme me platorin, edhe mendoj që kaq mjafton. Mas e përmend pjesën e udhëtimeve, ka shkoni zakonisht bashkë me platorin? Ka ju pëlqen a keni ideja të njëjta kështu? Unë edhe platori udhtojmë shumë, po nuk e tregoj shkaku i privatësisë platorit që është shumë privat, po nuk kemi diçka kështu konkrete, thjesht vendosim të shkojmë në një vend edhe shkojmë në një vend. Pra, kemi qenë në Suedi, në Gjermani, në vende të ndryshme. Na ka mbet tash, kemi si një farë lloj plani me shku në Amerikë së bashku, e të shohim. Tu po të bë. Po nduket që në Amerikë i kanë me mihrien ç'tash. Po e kemi këgja kështu të kemi kthy në një farë lloj tradite çdo vit po shkojmë bashkë 2 javë, 3 javë po bëjmë pushime, edhe po i fillojmë pushimet bashkë edhe më pas po i vazhdojmë me këta të tjerë. Që do të thonë te ke lënë platorin më shku mas pari me mihrien. A i ka me të hatri djallit në i tro? Po mendoj një kemi shku me platorin jo, bashkë? Jo, ti me shku me burën tane, je shku ma për para me mihrien se sa me platorin. Jo, nuk i kam bejt hatri platorin, madje është gëzu kështu që jam të shku me mamin e tij, normalisht. Edhe e ka marrë si diçka pozitive, kështu që s'ka qenë problem. Mas ja përmende që është gëzu, më po më interesant sa e gëzon platorin kjo pjesa, se çka të thot kur e shet që ju dyja jeni shumë mirë me njëra tjetrën, se po bje me potencu si pjesë, po djanë besoj që kjo pjesë ju pëlqen më shumë ti të bashkëshortja atyne kur i gëzojnë raportet të mira me nanën e tyre. Normalisht që është një ndjenjë shumë e mirë sepse me sa më shumë njerëz të kalojsh mirë, jo vetëm me familjarët, por edhe me rrethin, gjithmonë është gjë pozitive. Kështu që platori gëzohet për faktin se kemi një harmoni në shtëpi, ka pasur një harmoni në shtëpi dhe vazhdon të ketë me mua, edhe kjo e lumturon më shumë. Të rinë këtë tha që nuk je ka do me bo dashëm, po nëse s'bohesh, nuk bën dashëm, nëse s'bohesh nuse, a kemi vesha të teshat e grave kështu. Shumë interesante, këto veshje tradicionale më pëlqejnë shumë, janë të bukura, po flas për tamam veshje tradicionale, për shembull veshja e Drenicës, se me prejardhje jam nga Drenica. Qase të prit çto jam. Edhe janë shumë të bukura kështu. Madje edhe veshja e Hasit nga ana e Shqipërisë, e kam një nga të preferuaret e mia, sa shumë më pëlqen. Është me ngjyra, është e bukur, pra mbar traditë shqiptare, edhe un jam goxha kështu pjesën patriotike moderne shqiptare. Edhe po më pëlqejnë shumë, nuk është se nuk i kam menduar ndonjëherë, po nuk ka ardhur akoma koha, madje edhe këto veshjet e Hasit po i kërkoj në vazhdimisht ku t'i gjej pak më të mira që t'i përshtatet edhe me stilin tim. Do të thonë shpejt i pas me të padë me veshje tradicionale. Po mund t'jetë mundësia, pra nuk them që konkretisht gjithsesi do të ndodhë, po mund t'jetë mundësia. Sa ka qef flatore, a vrejnë që të thot nashta me vesh këto veshje, ose mu vesh si nun se ka shpia në hera, a të thojnë në herë? Jo, s'kam pasur kërkesa tilla, më duket madje kështu qesharake nëse në ditët e sotme një vajzë ti tregon se çfarë të veshësh. Ato e dinë mirë më saktë për veten e tyre, stilin e tyre dhe çfarë duan të bëjnë. Kështu që nuk kam pasur. Normalisht kjo të rrinë më bukur, kjo është më e mirë, absolut, flasim me njëra tjetrën, sidomos me miken, po platori gjithmonë thot shumë bukur, po dja ishe më mirë, sot ishe më mirë, kaq e ka platori. Kështu që nuk është po përzikam do këtë ka ajo pjesa që zakonisht burrat tregojnë kanë herë edhe se çka me vesh. Jo, më duket e gabuar madje. E gabuar.